Dje në orët e pasdites, ekipi kujdestari mjekëve të spitalit të përgjithshëm primarius Dr. Daud Mustafa në Prizren ka vërejtur një objekt me pamje të ngjashme me granatë dore i vendosur mbi kulmin e stacionit të oksigjenit në hapësirat e spitalit. Për të garantuar sigurinë e stafit dhe pacientëve, menjëherë është njoftuar Policia e Kosovës, e cila ka reaguar me shpejtësi dhe ka arritur në vendin e ngjarjes. Pas vlerësimit fillestar, policia ka thirrur njësitin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, i cili ka ndërhyrë në mënyrë profesionale. Pas verifikimeve të kryera, është konstatuar se objekti në fjalë ishte një lodër për fëmijë në formë granate të dorës dhe nuk paraqiste asnjë rrezik për sigurinë publike. Spitali i përgjithshëm primarius Dr. Daud Mustafa shpreh mirënjohje të thellë për Policinë e Kosovës dhe ekipin e FSK-s për reagimin e menjëhershëm dhe ndërhyrjen profesionale. Ftoi më qytetarët për qetësi dhe mirëkuptim, duke theksuar se situata është menaxhuar me kujdes dhe pa rrezik për stafin apo pacientët.